mjafton shumë qartë që deputeti nuk mund të arrestohet apo të hiqet liria në çfarëdo forme pa autorizimin e kuvendit. Kjo dispozitë kushtetuese vendos një garanci institucionale për ushtrimin e mandatit përfaqësues dhe për funksionimin e pavarur të pushtetit legjislativ. Në këtë linjë me këtë parashikim kushtetues shkon dhe neni 288 i Kodit Procedurës Penale, ku prokuria sa herë që e kërkon dhënien e autorizimit nga kuvendi, duhet paraqes në kuvend një relacion të arsyetuar dhe me provat që e mbështesin kërkesën. Duke u referuar këtij kuadri normativ, kompetenca e kuvendit në shqyrtimin e kërkesës së prokurisë posaçme është e natyrës procedurialo kushtetuese dhe jo gjyqësore. Kuvendi nuk gjykon fajësinë dhe as themelsinë e provave, pasi ky atribut i përket ekskluzivisht gjykatës kompetente. Kompetenca e kuvendit në rastin konkret kufizohet në vlerësimin e kontrollit të respektimit procedurës penale sa i takon ekzistencës së kushteve ligjore për dhënë autorizimin për zëvendësimin e masës sigurimit personal të ndalimit të daljes jashtë shtetit, me masën më të rënda të arrestit në burg apo në shtëpi, heqje lirie në çfarëdo lloj forme, kontroll personal dhe të banesës së deputetes Belinda Balluku, të rendimit të nevojave të sigurimit, të ekzistencës të rrethanave të reja konkrete, të proporcionalitetit të ndërhyrjes në mandat dhe të domosdoshmërisë së arrestit si masë përjashtimore. 2. Nëse kërkesa është bërë në ndikime politike apo të natyrave të tjera të paligjshme, kuvendi sigurisht nuk bën vlerësimin e provave, por vlerësimin e kushteve dhe rrethanave për të krijuar bindjen nëse janë rënduar nevojat e masës parë sigurimit. Dhe 4, nëse plotësohen apo jo kushtet, kuvendi duhet bazohet në gjykimin e vet, duke u referuar relacionit të organit akuzës dhe provave që e mbështesin këtë relacion. Tani në lidhje me faktin nëse kërkesa është bërë në ndikime politike apo të natyrave të tjera të paligjshme, më lejoni të ndaloj në arsyetimin e këtij roli që ka kuvendi, shumë shkurt. Ndonse nga mbrojtësit e deputetes Belinda Balluku në mbledhjen e Këshillit të Rregullores Mandatit dhe Imuniteteve nuk pati pretendime për një kërkesë të motivuar politikisht në rastin e ushtrimit të ndjekjes penale dhe hetimit ndaj deputetes Belinda Balluku, ama Këshilli konstaton një fakt publik. Kallëzimi i parë i bërë në gusht të vitit 2024 është bërë nga Lulzim Basha, ish kryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Dhe kallëzimi i dytë është bërë në shtator të vitit 2024 nga, në mos gaboj, sekretari i Partisë Demokratike, deputeti Gazmend Bardhi, sot kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe antar në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve, për të cilin unë e kam theksuar dhe në mbledhjen e Këshillit që në rastin konkret ka qenë në kushtet e konfliktit pastër të interesit, pasi është edhe një nga kallëzuesit e kësaj vepre. Më vonë pastaj, në vitin 2025, këto dy procedime penale janë bashkuar në një procedim penal të vetëm dhe që sot mban një numër unik procedimi mbi bazën e cilit po zhvillohen hetimet ndaj deputetes Belinda Balluku. Vlen theksohet se viti 2024, pra koha kur u bën kallëzimet për këto për veprën penale shkeljes barazisë në tendera apo ankande publike, të parashikuar nga neni 258.2 i Kodit Penal, që nuk është një vepër korruptive, është një vepër me natyrë administrativo penale, koincidon me një periudhë parazgjedhore dhe me një situatë sigurisht të nxehtë politike. Pastaj u zhvilluan zgjedhjet e 11 majit 2025 dhe fillma zgjedhjeve kemi përsëri një ashpërsim të gjuhës politike në këtë drejtim,
çka e ka shoqëruar për gjatë gjithë kohës këtë proces. Por në analizën tonë dhe vlerësimin tonë ne nuk jemi ndalur në këtë pikë. Nuk jemi ndalur në këtë pikë sepse respektojmë plotësisht qëndrimin e mbrojtjes, por dhe të qëndrimin publik të deputetes Belinda Balluku, që e konsiderojnë këtë çështje drejtësie dhe vetëm drejtësie. Dhe është fakt që në Këshill janë shmangur këtij qëndrimi në raport me rolin dhe natyrën e shqyrtimit që bën Kuvendi. Pra, ne në këtë pikë i qëndrojmë dhe respektojmë qëndrimin publik, por dhe të mbrojtjes së kolegës tonë Belinda Balluku. Përjedhoj në vlerësimin e kërkesës për urinë posaçme sa i takon zëvendësimit të masës së sigurimit personal të ndalimit të daljes jashtë shtetit me masën më të rëndë që parashikon kodi ato të arrestit në burg, ne jemi ndaluar në vlerësimin ton vetëm sa i takon strikt nevojës rëndimit të nevojave të masës sigurimit, dhe nëse përmbushen kushtet ligjore për zëvendësimin e kësaj mase, sa i takon rreziku të prishjes provave, rreziku të ikjes dhe rreziku të kryesë një vepre penale më të rëndë. Është me interes për publikun, por dhe ju të nderuar kolegë deputet, të theksot një fakt me shumë rëndësi. Në vlerësimin tonë jemi bazuar strikt në provat dhe arsyetimin që bashkëshoqëron kërkesën e provurisë posaçme. Dhe i kemi qëndruar besnik në 288 kodit procedurës penale dhe nuk kemi bërë një analizë apo vlerësim gjyqësor të provave. Nuk është ky roli i Kuvendit. Roli i Kuvendit është ai një kontrolli kushtetues dhe parlamentar nëse kërkesa e ardhur nga provuria posaçme është strikt procedurale. Tani në Këshill kemi patur diskutime, raporti nuk arritëm të dalim me një raport të përbashkët, pasi opozita ka një qëndrim tjetër nga ne, dhe raporti që rekomandon dhënien e autorizimit fakt, që është i opozitës, i anëtarëve të Këshillit të mandateve i opozitës, mbron tezën se Kuvendi i Republikës së Shqipërisë duhet kufizohet në një verifikim formal të kërkesës prokurorisë dhe të mos ndërhyj fare në vlerësimin e nevojës masës sigurimit. Por në vlerësimin tonë si antar të Këshillit mandateve të shumicës, kjo qasje reduktuese në fakt nuk përputhet me frymën dhe funksionin e neni 73 Kushtetutës. Trajtimi i kërkesës për urinë posaçme në frymën dhe gërmën e normës kushtetuese përbën edhe thelbin e zgjidhjes së çështjes që shtrohet sot përpara Kuvendit të Shqipërisë. Neni 73 Kushtetutës i jep Kuvendit Republikës Shqipërisë një rol jo thjesht formal në disponimin për dhënien ose jo të autorizimit për arrestimin e një deputeti. Autorizimi është një akt vullneti relevant kushtetues i cili mbart përgjegjësi politike dhe juridike.